kur një organizëm, ose kur është mosha ideale dhe kur e dim që kemi mungesë të kolagjenit, ta nga thonjët fillimisht, ta nga flokët, apo si e shohim, si e dallojmë? Po e fillojmë kështu si hymbje pari çka është kolagjeni për publikun. E mandej vazhdojmë me këto edhe pyetjet në ndërkohë, ndoshta spontanisht i krijojmë. Kolagjeni është një proteinë e cila gjendet 25-30% në organizmin tonë. Do me thonë, ajo është si strukturë e organizmit në sasi shumë të madhe. Do me thonë, 1/3 gati e organizmit tonë është nga kolagjeni. Çfarë funksioni kolagjeni ka në organizmin tonë? Ai ka funksione të shumë fishta. Mirë po, funksioni kryesor i tij është funksioni ndërtues në indet e organizmit dhe stabilizues. Do me thonë, kolagjen kemi në çdo pjesë të organizmit. Kemi në lëkurë, kemi në eshtra, kemi në muskuj, kemi në tendine, në ligamente të ndryshme, kemi në ente gjakut, kemi në zemër, në flok, në thonjë e kështu me radhë. Do me thonë, ajo është pjesë strukturale e shumë organeve dhe indeve në organizmin tonë. Kolagjeni prodhohet në organizëm. Do me thonë, organizmi jonë si i prodhon edhe tjerat faktorë. E ka edhe kolagjenin. Edhe kolagjenin në bashkëveprim me vitaminën C. E çka ndodh me kolagjenin, pra me një kohë caktune? Mirë po me ramjen e moshës, jo me ramjen e moshës, po me shtymjen e moshës. Shka mirë me mujtë me ramë moshën, vëlla doktor. Fillon ramja e këtij funksionit, fillon ramja e funksionit të prodhimit të kolagjenit. Ato e prodhojnë qelizat e veçanta, fibrocitet në organizm. Kjo fillon dikon pas moshës 30 vjeçare, se deri në moshën 27 vjeçare në llogaritmit se organizmi shkon duke u rritur. Mindoj kur për të arrijë atë nivelin, po atëherë çdo qelizë jonja fillon të plaket, atëherë edhe nuk prodhohet kolagjeni siç është prodhuar për shembull në moshat gjatë rritjes apo edhe në moshën më të re që e kemi pasur. Dhe kur nuk prodhohet, do me thonë edhe me rritjen e moshës më tutje, atëherë fillon gradualisht të bjerë funksioni i prodhimit. Për shembull, në moshën 60 vjeçare nuk prodhohet si ndoshta në moshën 40 vjeçare. Pas në moshën 40 vjeçare nuk prodhohet si është prodhuar për shembull në moshën 20 vjeçare. Kolagjeni për shembull ai tek eshtrat pe marrëmi për shembull, te ligamentet. Atëherë është edhe ndërtues i eshnave edhe i ligamenteve, çka me një fjalë siguron edhe stabilitet të organizmit. Ne e shohim për shembull shpesh në praktikën e përditshme ose në familjet tona, kemi gjyshe ose nana tona, jo gjyshet, kur ato fillojnë të kenë ankesat me gjonjë, edhe ato në gjuhën e popullit thojnë mu ka harxhu yndyra e eshtrave. E pikrisht është ky kolagjeni.